أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10 صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Në ajetin që e citova më lart është një ajet I cili tradicional është në hutbën e xumës, hutbja kur lexohet, domethënë ajeti I salavatit dhe selamit mbi pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ky ajet është I njohur që përsëritet gati në për çdo takime e mezhlise e në për çdo fillime të bisedave të natyrës fetare kam fjalën. Ajeti kuranor në vete ka porosi, do të thotë Allah subhanahu wa taala na porosit diçka, na informon njëherë diçka me atë ajet, sipas komentatorëve, domethënë të Ibn Kathirit, thotë Allah subhanahu wa taala me ajetin që e lexova inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Domethënë Allahu dhe melekët çojnë salat e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe o ju besimtar çoni salat edhe selam me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çështja është ajeti edhe në vetë ka një informacion domethënë dhe urdhër. Ibn Kathiri ka thonë me këtë ajet Allah subhanahu wa taala ka dashur të tregojë pozitën dhe pozicionin e lartë dhe meritën e robit të tij dhe pejgamberit të tij. Do të kur Allah tregon thotë ne I çojmë salat Muhammed Mustafajës dhe melekët. Prej kësaj ti duhesh me kuptuar se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në 7 parë tokë qej, do të thotë ka pozitë dhe merit. Edhe I keni ndëgjuar ato muhabete, do të thotë njeriu dhe krijesa më e përsosur dhe më e afërt dhe më e dashur dhe më e ngritur që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe në para epitete dhe përshkrime të tjera, do të thonë zotëria I të gjitha krijesave që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe është vula e profetizmit dhe të pejgamberëve. Edhe është vula e vahjit. Edhe është me mesazh për deri ditën e kiametit dhe mesazh I cili I përfshin me lajke dhe domethënë xhinët dhe njerëzit. Domethënë ka peshë të veçanta, ama me ajetin Allah ka dashur të tregojë që emri I Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam përmendet, lakohet dhe përkujtohet në qej dhe në mbretërinë e Allah subhanahu wa taala dhe në praninë e melekëve. Dhe prej kësaj ne e kemi kuptuar domethënë se këtu është roli, pesha dhe vlera e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe urdhëri pastaj ka qenë që çoni salat dhe selam me pandërprerën Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Puna e salavateve por atë po mundohem ta zbërthej, është prej ibadeteve dhe adhurimeve të dashura në dinin e Allah subhanahu wa taala. Edhe është një ibadet me të cilën afrohesh shumë shpejt afër madhërisë së Zotit me duke thënë salate pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në një transmetim do thotë ose koment e Ibn Qayyimit ka thonë besimtarët prej këtij mesazhi dhe informacioni duhet ta kuptojnë thotë me automatizëm se nëse Zoti I çon salat dhe selam edhe me melekët, ka thonë ju jeni domethënë më të thirrur dhe ju keni prioritet për faktin se I keni borxh atij pejgamberit të dashur ka Allah subhanahu wa taala që u asolli dritën e Allahut dhul xhelal. Edhe që bani përpjekje të fton umetin e miletin e njerëzijën në besimin e vërtet, në besimin e shëndosh dhe në rrugën e drejtë. Dhe atë edhe në teori, edhe në praktik, duke mos e kursien, domethënë as aspektin fizik, as aspektin material, as familjen e tij, as rahatlëkun e tij,
vetëm e vetëm për ta përcjellën mesazhin e Allahut subhanahu wa taala, për të ardhur drita, domethënë deri në perëndim me gjithandej në kartonat e botës. Thot nëse Allahu i çon salat dhe melaiket, thot ju jeni më të thirrur për t'i çuar salat edhe selamet të dashmit të Allahut subhanahu wa taala. Në ajet domethënë përdorën kështu që po e them salatin domethënë Allahut pejgamberi. Realiteti është fjala salat, salatet e Allahut nuk janë si tonat. Nuk thot Allahu Allahumma salli ala Muhammad. Fjala salat, domethënë Allahu i çon salat pejgamberit, kuptimin e ka e lavdron, e bekon, e përkujton. Që këtë kuptim e ka që po themi në ajet Allahu ku ka thonë në Allah dhe melaiket i çojnë salat, çoni edhe ju salat. Ama salati i Allahut është diçka tjetër, i melaikeve është diçka tjetër dhe i besimtarëve është kjo forma që ne e dim. Salatet e Allahut e ka kuptimin që Allahu e përmend, e lavdron, e bekon, e përkujton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në mezhliset e pushtetit të lartë. Salatet e melaikeve e kanë kuptimin bojnë lutje për Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ndërsa salati i jon është kjo forma që e kanë vetën dhe sahabët Rasulullah alaihi salam, se si të qojmë selam. Ka thënë thuani Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kjo forma si të më borimore original. Pastaj e dini muslimanët, letërsia, dashuria, fjalori kanë shtu lloj-lloj forma e ditë të salatit, ama salati sunnet dhe original është çështu më thjesht. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Edhe domethënë e ke përmbushën. Dietarët kanë thonë me që në ajet ka urdhër është. Kur themi është farz. Kanë thonë për dalë prej farzit, domethënë farz e ke një herë në jetë me çu salat. Nëse dikush një herë në jetë prej besimtarëve ka thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, e ka përmbush farzin, urdhërin që ka bën emër Allahu me çu salat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa është prej suneteve dhe preferuar sa herë të përmendet emri i Muhammed Mustafas, duhet patjetër me thonën Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Është kulturë e muslimanëve, besimtarëve e këtij dini. Te ne fort ke informacion, nuk e di e dina, në praktike ke dobët, e di unë e vërej reagimet. A nëse e shikoni në botë, dikun ku janë të informuar mirë, domethënë dikush ku flet, se edhe në shtëpi me qenë, në kafe me qenë, makinë, përmeni njoni pejgamberin, thjesht, ligj është Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Tash në disa shkolla, në disa mezhlise në botën islamit, domethënë hoxha kur të fole vazhdimisht atje me zon do i çojnë salatet edhe selamat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Është një ibadet shumë i dashur. Abdurrahman ibn Aufi, një ndër sahabët e transmeton, thot njëherë shkova te pejgamberi alayhi salatu wassalam për të një hall, për të një punë që ka pas. Thot dhe kishte qenën në sejdë. Dhe tha unë e prita. Mirë po tha sejdën e zgati mjaft. Qëndroi gjatë kohë në sejdë. Kur u ngrit prej sejdë e pyeta se çka më puna, më tha, më erdhi melekja dhe më tha. Kjo është hadith tash që ka thënë pejgamberi alayhi salam. Men salla alejke sallaitu alej. Kush të çon salat dhe selam, ne i ja kthejmë, Allahu ka thonë. Do thonë me laqja ja ka prunë informacioni. Kush e përshëndet Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Allahu ja kthen selamin atij besimtari. Thot më pruni Xhibrili këtë informacion, dhe kur pash këtë mirësi prej Zotit, këtë nimet me ta dhënë Allahu, si çdo besimtar që të përshëndet, Allahu më e mor përgjegjësinë me kthen selamin. Thot dhe rash në sejdë të falënderimit. A e keni njën këtë sejdën e shukrit i thojnë. Nëse në jetë ju ndodh një punë e mirë e papritur, ose një punë e mirë shumë e pritur, keni investuar mund, sakrificë, nerva, durim, ju familja keni prit me vite, ka ndodh. Ka ardhur informacioni
se u bën një punë shumë e mirë për ti, për familjen tonë, për jetën tonë. Ash prej sunetëve me ranë sejdë ati ku je, prej nalt. Me falenderu Allahun, i thojnë sejdë falenderimi. Abdurrahman ibn Aufi kur ka ardhur te pejgamberi alayhis salam e ka pa në sejdë, ka qëndruar gat. Pastaj ka thonë, ma erdhi ki informacion prej Xhibrilit, domethënë prej Allahut nëpërmes Xhibrilit, se kush i çon selam pejgamberit Allahu ja kthen. Thotë dhe kjo pozitë dhe kjo merit, kjo veçori, normal që i kërkon falënderim. Aty për shembull pejgamberi alayhis salam është i njohur si falënderues, se prej tiparave të besimtarit është me qenë falënderues. Në gjithnjë domethënë, edhe kur e ka dinë atë muhabetin kur a fal pejgamberi alayhis salam gjatë kohë ta natën e ju ka nói komt. Tu fal, tu në kom, është një hadith. Aishës dikur i ka arë keq, kur e ka pa Rasulullah alayhis salam i lodht fizikisht dhe po vazhdon, po ban sfida, beteja. Tu fal, filozofia jonë, po hunë gjusht tash. Bjerë fli, ditën e mirë, okin. Aisha i ka thonë, ja Rasulullah, po atim javë se u lodhe, ta në ti e pejgamber, ti Allah ti ka falë, ti s'ke, ti e xhenetlik, okej. Ka thonën, e fele e kunu abden shekura, po tasha të mos jem falenderus, se ka njëherë falenderimi, ose e mira qëtin borgjë ma shumë, se detira. Tash për shembull ta kam falë xhenetin, ti shka mendon, me të arë një informacion, prej Zotit, që ti je xhenetli. Tash është e pamundur teoretikisht, aty të kuptohemi, se s'ka kush e sjell informacion, vahja ndërprehën. Ama që të erdhë informata se ti je xhenetli, prej Allahut, sigurt. Ti s'ke rrezik mua. Që ta amenja ti aprishësh, edhe më shumë, a pikrisht drejtohesh dhe i mbetësh Zotit borxh të vend marrë përballë meritës, mirësijës. Se kjo mentaliteti e qerve, domethënë mund të thoje, ama ti xhenetlia di tash s'ke nevojë. Jo, bash atëherë difishohet obligimi dhe dashuria, ka thonë të mos jem rob falënderues në atë rastin. Në këtë rastin këtu kur ja ka sjellën Xhibrili informacionin ka rënë në sejdë për të falënderuar Allahun subhanahu wa taala. A kanë praktikuar shqiptarët muslimanë, a din këta keni ndëgjuar dikush që ka rënë në sejdë falënderimi? A keni ndëgjuar jo? Se këto vinë, për shembull, kur jam situata madhore, aty pejgamberi ka rënë për shembull ka për shembull pavarësia e Kosovës kur ka ndodhur. Kur e ke ndëgjuar për të parën herë se u publiku, u zyrtarizu, u vullos, u mbaru, atje sigurt se s'na besoke. A ke rënë në sejdë falënderimi? Për shembull. Jo, dhe punë tjera në jetë. Aty më thonën u heq korona, nuk është më rrezik kushtimisht po them. U gjet ilaçi i kancerit. Sejdë të shukrit. Duhesh me qenë besimtar falënderus. Deri te ajo që ka thënë pejgamberi alayhis salam nëse jeni në rahat, mbrana një ditë edhe keni me hongër e me pijen, ju jeni zotërit e kësaj bote. Sot për sot, nesër e shohin. Men salla aleja wahide, sallallahu aleja ashra. Tash të shifni dobit dhe sevapet e salavatit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë kush ma çon një selam dhe një salat, Allahu ja kthen dhe ja pagun me 10. Njëherë, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, herë 10. Edhe, njerë po them të ne nuk ka shumë kulturë, në botën që e njojnë këtë çështje dhe më thonën, salati dhe selami nuk duhet të ndërpritet, se është bereqetli punë, ka mana, nuk ka vetëm ashtu tash, ati që po themi. Salati të shkarkon nga shtresi, salati të freskon shpirtin. Do më thonën, Allahu e mundson këtë, për faktin se ti e përshëndet zotërien e krijesave, njeriu më të dashur që e ka qenë ndonjëherë Zoti, dhe njeriu që interpretoi dinin e Allahut. Dhe e përcjelli mesazhin edhe atë ditë kur ka ardhur pi Hira në Mekë i vetmuar i ka thonë atij që hej,
Kush më dëgjon këtu? Kush më dëgjon? 2 miliardë në botë sot e ndjekin. Nga Mekka vetë, me frikë, panik, pasiguri, familja kanë larguar. Aja është nuri i qiejve dhe tokave, që ta dish ku je lidh dhe kam fjallën, e mos e merr thjesht, që ta shihni këtu ditës që kalojnë bota në islam. Diku numri, domethënë në Amerikë ke afër 50.000 qytetarë në vit, me shumicë që kalojnë në islam, e në perëndim këtu nuk e di tash, e keni pa këtu në Britani ai kandidati atje Trumpi gje pak e provokoje Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Këtu ke këngëtar, shkrimtar, shkencëtar, akademik, politik, fushat ndryshme sporti, kur për e gjojnë Muhammed Mustafajen, merrni ndëgjoni ato. Se rreziku është se ti je besimtar, je rrit në familje, e di këtë temë, nuk të lëm për shtypje ti e kjo. Ama të kishe qeni devijum total, të mos e di shka rruga, hiç absolut, edhe ta gjojnë, që ati filan britaneska, kur e gjeti Muhammed Mustafajen, e gjeta tha halkën, se mungoj ke këtu tha më flet në shpirt, kur janë dëgjova emrin. Kur e pasta historien e ti të profetizmit, moralin e lartë, njerëzillëkën dhe humanizmin e drejtësia e kujt diçka, më flet shpirti. Edhe ki din, është i lidhur për krye veprën, domethënë të Muhammed Mustafajes sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Edhe Muhammed Mustafaja është pjesë përbërës edhe e pandare shahadetit. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pa u lidh me Rasulullahin alayhis salam, me dashuri, me emocione dhe me praktik. Është e vështirë të lidhësh dikush e ka qut dikan për diçka. Duhet mu kap dikun për me shku dikun. Aja është në thot shkaku i dajetit kushtimisht, tash po them, të udhëzimeve. Njoni ka thonë, ja Rasulullah, atë qoj salate një gjimzdite, ama me qëtër kuptim tash këtu. Ka thonë nëse mundësh, nëse donë, që shtonë është hadithi. Ka thonë, a ban me qume salate 1/3 e ditës, gjithë ditën dikur i ka thonë. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë, i gjallë salateke kulleha li. Krejt salatët, lemi mu, qomi muje. Ama kia didh ka qëtër kuptim. Kia didh kanë thonë ulemat në përmes salatit dhe selamit, mund është me e bon një jetë, një doa që e keni, një merak, një nevoj, që s'po ju përgjigjet Zoti, s'po përmbushet. I qoni salat për nga merit alayhis salam, me atë një jetë që kërkesën, doajen, ju që e keni, ta u autorizoni për nga merin alayhis salam. E për hatër të Muhammed Mustafajës, Allah subhanahu wa ta'ala që ju përgjigjet. Që këtë kuptime ka thonën krejt lutjet që i ke për celmi muje këtu. Edhe kjo është, domethënë, një ndër hadithet që jap motiv për të mbajtur, domethënë, lidhshmërinë dhe meritën që e ka Rasulullah alayhis salam për t'ja deleguar nevojat që i keni na përmes salatit me nijet. Është një hadith ndoshta pak i pandëgjuar aty. Ragam anfin rajulin dhukrit indahu falam yusalli alay, është e shumtuar, do të thotë që pejgamberi alayhis salam të përmendet në praninë tënde dhe të mos i çoni salat dhe selame. Aty pejgamberi alayhis salam në paradithe, si të them tash, i humbur është, po i ulta, po i nënçmuar, apo i pavlerë, është ai besimtari i cili e ndëgjon emrin dhe nuk çon salat dhe selame. Me një hadith tjetër ka thonën, është koprac pehil. Aty sigur kur nuk e jep një ndihmë ose diçka, këtu nuk të del selami dhe salati për pejgamberin e Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu alayya wa sallimu haythuma kuntum fasayuballighuni salamukum wa salatukum. Kudo që jeni, çomni salate dhe selame, se ka melejke të cilët janë përgjegjëse dhe janë të ngarkuara me këtë detyrë për t'ja përcjellën pejgamberit alayhis salatu wassalam salatët dhe selamat e besimtarëve. Ma tash kjo nga jeta, nga kjo jetë, ndërlidhet deri te ai momenti kur dalme atje, domethënë në tokën e mahsherrit, edhe shpalosi aty në serialeve atje.
jo te ura, jo te kjo, jo te ajo, te haudi. Haudi është burimi, pusi ku pinë ujë besimtarët ku ju jap dorën pejgamberi alayhis salam. Ati do të njihen njerëzit me veprat e punëve të hajrit, me namaze, me abdese, me salat. I njeh njerëzit pejgamberi alayhis salam. Nëse ke qenë nga ata që e ke dash pejgamberin, i ke thu salat e selam, e ke përshëndetën, e ke respektuar, e ke nderuar, e ke ngrit. Resulullah alayhis salam të njeh kur të kalojsh aty. Njeh se i antar xhamati i atij. Si ke përdor këto praktika? Ka një hadith tjetër pastaj nuk është i mirë. Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna min ummati salam. Në një hadith tjetër, domethënë në formulim tjetër, ka thonë pejgamberi, Allahu ka disa melaike të cilët shëtisin në tokë, hecin edhe udhtojnë, i mbledhin salatet dhe selamet e Muhammed Mustafajës nga mbar besimtarët edhe ja çojnë, ja përcjellin Resulullah alayhis salam. Ka një hadith special për xhumon. Xhumoja më është e njohur për salatet dhe selame të pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi ka thonë çoni salatet dhe selamet xhumon, se ka një hadith thot drejt për drejt i shkon selami. Tash ka qenë ai muhabeti, e di se dikush si ka njën e mendon, po jo i vdekur, jo pa vdekur, e di, në varr, se këtu flitet i shkon selami, drejt. Dhe ju e dini se pejgamberi alayhis salam ka thonë, pejgamberët nuk i han toka, as dëshmorët e vërtet, këtë muhabetin, pastaj nuk i han toka, a kom fjala se pejgamberët janë të gjallë, kudo që janë. Edhe salati dhe selami, ju shkon, e pranon, e kthen, ki komunikim domethënë ekziston. Ma jalasa qauman majlisan yadhkurullaha wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana majlisuhum alayhim tarita. Është një hadith pejgamberi alayhis salam thonë, çdo popull me let që ulet me një mezhlis, e përmendin Allahun dhe nuk i çojnë selam pejgamberit. Nuk është mezhlis, si të them, i fritshëm me një fjalë, është me të meta, ta merr mendje. Se për kulturës në Islam e dini, kultura kushtet dhe etika e duajës është kur t'i drejtoni madhërisë së Zotit, fillimisht e falenderoni Allahun dhul xhelal. Pastaj salati dhe selami pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nëse nuk përmbushën në lutje kriteret, domethënë kërkesa është e pahishme. Mund të mos merret në konsiderat. Për të arritën koeficientin e lutjes, shpresa që të përgjigjet Zoti është salati dhe selami, që i bashkangjitet më në rënë me selamit. Dhe salatin ju e dini, domethënë përdoret në jetën fetare, gjithandej, në namaz e keni në tahiyat. Mbrëmja në çdo namaz, mbas të mbarohet në fund aty. Shahadu la ilaha illallah, shahadu Muhammeden abduhu rasuluhu, mbas asaj domethënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Mbrëmja në namaz, çështja e salatit që po them është shumë serioz në dinin e Allahut. Në namazin e xhenazës e keni, mas tekbirit par, domethënë, subhanallahu, nditin Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Në namaz të xhenazës. Edhe keni sa herë të përmendet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që thash, kur të hini në xhami, do të thonë me kom të gjatë, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Këto janë vetëm momente, do të thonë, ku duhet kushtimisht patjetër, se forma e lirë, do të thonë ka njerëz thonë standard, do të thonë 1000 salavate në ditë, ligje ka, parim, principe ka, 1000 salavate dhe historia të panumërta të muslimanëve, meshkuj dhe femra, në raport me pejgamberin alayhis salam. E sa njeri i sëmura shëruan, a di mos thim të ashtu në për ato tema, me salate dhe selame. Është melhem për varre. Edhe në fillim e thash ibadet, i cili të afron shumë afër Allah subhanahu wa taala. Dhe është i këndshëm, dhe është i lehtë, dhe është i heshëm i bukur. Mas ezanit, e dini,
Kur piti se zoni është prej suneteve me thonën Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Pastaj nëse e din doajën, Allahumma rabbe hadhihi da'wati tamme. Nuk e din, okej. Ama mas e zonit, salati është prej suneteve. Dhe në doa që thash, se herë që luteni, duhet me bë doa. Mo ditën e xumo, hiç pa ndërprerje, do të thonë në hutbe këtu aty, edhe në namaze, edhe në hutbe, do të thonë hutbën e Bajramit, hutbja e Ramazanit, hutbja kujt xumojës, çka të ketë hutbe fjalim. Në Islam është elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ligj është, do të thonë themel. Edhe prej suneteve është kur të ngriteni prej një mezhlisi, keni shku dikun me nejt, ka ardhur dikush me nejt, ka mbaruan po ngritemi. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Iza bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.